Shpresoj ky vend që ka mendje të shnosh, racionale, 24 orë mës më unalë me punu edhe mi dhanë vendit president. Nëse jo, nëse partia parë nuk e njën përgjithsin për me hynë zgjedhje, edhe gatishmërinë e ka për me hynë zgjedhje, dhe të herë ma shumë e ka LDK edhe partitë e opozitës. Ma në men që apo të mësot. Ata mendojnë, kretë mendojnë, Ka marrëveshje deri në këtë moment për presidentin apo jo? Nuk ka marrëveshje ende. Ka dakordim parimor që të ketë angazhime që vendit i jepet proces për zgjedhjen e presidentit, por marrëveshje për emër nuk ka, sepse ende nuk është ndërtu procesi. Pat një angazhim për një president konsensual, nëse nuk arrihet, mandej të kalon një marrëveshje mes palëve, por kjo është ajo që po ndodh në Kosovë, red. Problemi është që na qesim me emra, mandej ndërtojmë procese. Kjo është ka dëmton kredibilitetin e Republikës tonë, demokracinë e re. Ne kemi demokraci parlamentare. Demokraci parlamentare përfaqësimi i qytetarit është i përcaktuar. Shkon përmes kuvendit Republikës. Dhe natyrisht është shtëpia më e madhe e popullit, ku ruhet sovraniteti dhe ku ndërtohen proceset politike. Por kjo është Kosova, krizë pas krize politike, doja mos me pa krizë politike edhe pse është vonesë, ne jemi në proces të vënum. Kosova është që 15 muaj e fokusume me përballu kriza politike. Të një klasa politike nuk po mund vendos për shkak fragmentizimit madh, ose gjykata kushtetuese zgjedh problemet politike, ose zgjedhjet qytetare. Këto janë dy formulat e vetme që kanë me të kredibile me i zgjedh problemet. Praktikisht pse na duhen partitë politike neve. Nëse nuk mundesh me bë marrëveshje, politika o kompromis, o marrëveshje, është pragmatizëm politik. Por javët fundit kemi pa një ndryshim qasës me të drejtë. Ka ndodhur takimi i parë, shpresojmë që takime tjera me dhënë zgjidhje e vendit. Atëherë vendi ka nevojë për president me pas me 4 mars, ku vendi është në funksion, edhe ne mund ta zgjedhim një president, mund të japim vendin president, edhe të themi me 5 mars, themi në normalitet, filloj me bë respektin e madh edhe nderimin e madh për familjen Jashari, sepse jemi në ditët që ka me kalu. Epopeja u që kësë po. Epopeja e madhe e familjes së Jashari.